Sjellim edhe dëshmi nga terreni, foto dhe video që mbërrin në redaksin ton. Tani, përveç efektivëve të policisë të veshur me uniform, që jemi referuar vazhdimisht forcave ndërhyrjes së shpejtë, shqiponja e kështu me radhë, ka pasur dhe efektiv policie civil pa numër identifikimi, një element që e kemi hasur vazhdimisht në për protesta, po ky është rasti që ne po sjellim në këtë moment. Atëherë, zotëria që shohim në ekran në këtë foto është një prej efektivëve i veshur civil pa një numër identifikimi, i cili ka pasur sjellje të dhunshme, ka ushtruar dhunë ndaj protestuesve dhe ka shkaktuar dhe irritime. Shohim dhe live tani me pamjet që është i pozicionuar për te kordoni policor në krahun e djathtë, do të na ndihmojë operatori ndoshta që ta afrojmë edhe pak, është praktikisht e pa mundur që të dim se cili efektiv bëhet fjalë sepse e theksoi edhe njëri tjetër. Nuk ka ai një uniform policie, por ka pasur vazhdimisht sjellje të dhunshme në drejtim të protestuesve. Ndaj, thirrja vjen për çdo qytetar që ndodhet aty në shesh, apo çdo qytetar që ka informacion, nëse ka informacione lidhur me këtë efektiv, është i lutur që të na e dërgojë në redaksin ton të informacionit. Po ndalemi duke denoncuar hap pas hapi dhe duke përcjell për të gjithë ju, duke raportuar hap pas hapi të gjitha shkeljet ligjore, të gjitha sjelljet e dhunshme që po bëhen përgjatë kësaj proteste të sotme ndaj protestuesve, ndaj deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë, në çdo qytetari që është aty, praktikisht dhe ndaj kalimtarëve të rastit. Kemi parë dhe zonjën pak çaste më parë. Ja ku e shohim, është pas dy zotrime me kapele, janë dy efektiv në fakt civil, dy polic civil, se themi polic, themi efektiv, sepse janë pranë efektivëve të policisë, edhe pse ata vetë nuk kanë as uniform, as numër identifikimi që do duhet ta kishin sipas ligjit, dhe e theksoj kanë provokuar dhe kanë ushtruar dhunë në drejtim të protestuesve. Pra, jo thjesht qëndrojnë aty për të vëzhguar, ajo çfarë kemi thënë ne vazhdimisht në protesta të ndryshme, por ka pasur provokime së pari dhe ka pasur sjellje të dhunshme ndaj protestuesve. Klevis Balliu, që është futur në autoambulancë gjithashtu, është një tjetër deputet ky që është ndjerkej si pasojë e sjelljes së dhunshme në drejtim të tij. Marsi Koreshi është aty, Marsi.